Nëse pini ujë me limon esëll për një javë, nuk do ta besoni çfarë ndodh trupit tuaj. Shumë njerëz janë tifozë të mëdhenj të limonit, i cili përdoret në shumë gjëra në jetën tonë të përditshme. Përfitimet e ujit me limon në organizëm janë vërtet të larmishme dhe vlerat që ofrojnë në shëndetit do ta bëjnë atë një prej përzgjedhjeve më të mira që mund të shtoni vazhdimisht në dietat tuaja ditore. Jo rrallë kemi raportuar se çfarë ndodh nëse pini ujë me limon me mjaltë çdo ditë për një vit. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Dhe rezultatet ishin mahnitse për shëndetin dhe për organizmin. Për t'ju bindur që të filloni dietën tuaj me një gotë me ujë me limon, ne kemi gjetur një listë të përfitimeve që i ndodhin organizmit tuaj nëse pini ujë me limon çdo ditë, sipas ekspertëve të Healthline. Uji me limon është një mundësi shumë e mirë ushqyese për të përmirësuar kështu edhe sistemin tuaj tretës. Shpesh thuhet se një sistem i shëndetshëm i tretjes është çelësi i të gjithë shëndetit të mirë. Limoni është një burim i jashtëzakonshëm i fibrave të tretshme të cilët mund t'japin shumë element ushqyes organizmit tuaj dhe të mbajnë larg gjithashtu edhe komplikacionet e tij, falë rezultateve fantastike që ato i ofrojnë me shumicë në dobi të organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Uji me limon i shtuar në mëngjeset tuaja mund t'jap gjithashtu një zorrë më të shëndetshme, më pak probleme të kapslëku dhe gjithashtu një tretje më efektive. Uji me limon do të rihidratojë organizmin si duhet dhe do të mbajë larg gjithashtu edhe problemet e tij. Sheku i më parë përpara se të dilnin pijet energjike, uji me limon ishte një trajtim i dobishëm që jepte rezultate fantastike në mbrojtjen e shëndetit dhe jo vetëm. Edhe ndikimi që kishte në organizëm e bënte atë një prej përzgjedhjeve më të mira në dobi të vlerave që i duhen shëndetit dhe gjithashtu lehtësimin e komplikacioneve të tij. Pirja e ujit me limon do të hidratojë si duhet shëndetin tuaj, do të mbajë larg problemet e tretjes dhe gjithashtu do të mbajë një zorrë të shëndetshme dhe pa probleme të kapslëkut. Uji me limon gjithashtu është i mirë për shëndetin e syve. Limonët janë të paketuar me shumë vitaminë C dhe antioksidantë që punojnë së bashku për të formuar efektet mbrojtëse kundër kataraktës dhe degenerimit makular. Pini ujë me limon në dobi të shëndetit tuaj për të marrë vlera edhe sytë tuaj, citon Healthline. Limoni është miku juaj më i mirë i mëlçisë. Të kesh një mëlçi të shëndetshme gjithashtu është gjëja më e mirë që mund t'i ofroni trupit dhe organizmit tuaj. Ndaj, pirja e ujit me limon në dietat tuaja ditore do të përkthehet në një element më të mirë ushqyes për shëndetin dhe funksionet e mëlçisë. Uji me limon do të nxjerrë jashtë helmet nga organizmi, do të përmirësojë gjithashtu edhe vlerat e tij dhe do të mbajë larg problemet e tretjes. Sigurohuni ta keni pjesë përzgjedhëse të dietës suaj dhe do të zhdukni kështu bakterie dëmtuese të tij dhe do të riorganizoni një shëndet më të mirë të tretjes. Ekspertët shtojnë se uji me limon është i mirë për organizmin dhe një i rritur duhet ta ketë pjesë të dietës së tij, jo vetëm për të hidratuar organizmin, por edhe për të përmirësuar sistemet tuaja tretëse. Uji me limon është një mundësi që mund t'i japë shumë vlera në dobi të shëndetit tuaj. Mënyra se si e nisni ditën është mjaft e rëndësishme se si ajo do të vazhdojë gjatë gjithë kohës. Trupi ynë është i përbërë nga organe, gjithashtu edhe nga inde, të cilat zgjohen të dehidratuara dhe në nevojë të dëshpëruar për të pirë ujë, në mënyrë që të largohen toksinat dhe të ripërdorihen qelizat. Për të bërë këtë gjë, nuk duhet të shkoni përtej një gote me ujë të ngrohtë me limon për të nisur ditën në mënyrën më të mirë edhe për të mbajtur larg gjithashtu edhe komplikacionet e tij. Shtimi i ujit me limon në menunët tuaj ditore do të përkthehet në një mbrojtje më të mirë efektive të shëndetit dhe më pak probleme të tij. Receta e përgatitjes është shumë e thjeshtë. Shtrydhni një gjysmë kokre limoni në një gotë me ujë të vakët. Uji i ngrohtë në mëngjes ka një rëndësi sepse ndihmon gjithashtu edhe në rihidratimin dhe rizgjimin e trupit, kështu që uji i ftohtë mund të jetë një përzgjedhje e dytë. Shumica prej nesh nuk marrin mjaftueshëm ujë në përditshmërinë e tyre dhe shtimi i ujit me limon do të ofrojë jo vetëm një hidratim të mirë të organizmit, por gjithashtu edhe një tretje më efektive.
Ekspertët shtojnë se uji me limon i shtuar në dietën tuaj mund të jetë një përzgjedhje fantastike në dobi të vlerave të trupit edhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Këto janë vlerat kryesore që do të marrë shëndeti juaj nga shtimi i ujit me limon në mënyrë të përditshme. Do të reduktojë riskun e infarktit sipas shoqatës amerikane të zemrës. Do të pastrojë lëkurën, do të reduktojë shenjat e plakes duke përfshirë këtu edhe problemet e rrullave. Vepron si një detoksifikues sipas një studimi, uji me limon ka aftësinë të kryejë të gjitha funksionet e mira të mëlçisë, duke mbajtur larg komplikacionet e saj dhe duke sjellë kështu rezultate fantastike në mbrojtjen e shëndetit dhe evitimin e problemeve të tij. Shtimi i ujit me limon në përditshmërinë e dietave tuaja do të jetë gjithashtu një përzgjedhje fantastike ushqyese me vlera të larta në dobi të vlerave të organizmit. Uji me limon do të veprojë si një detoksifikues i rëndësishëm dhe gjithashtu ka aftësinë të kryejë gjithashtu përmirësimin e funksioneve tuaja të mëlçisë. Ai do të përmirësojë humorin, do të ekuilibrojë emocionet, do të balancojë gjithashtu edhe pH-et e organizmit dhe do të mbajë larg problemet e tretjes. Shtimi i ujit me limon në dietën tuaj do të përkthehet në një element të mirë ushqyes për shëndetin e përgjithshëm. Uji me limon ndihmon në pastrimin më të mirë të zorrve. Kur pini ujë me limon në sasinë e dur në dietën tuaj, do të jepni gjithashtu rezultate fantastike ushqyese për mbrojtjen e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Për këtë arsye, pirja e ujit me limon në dietën tuaj ditore do të përkthehet gjithashtu në një mbrojtje më të mirë ushqyese edhe në rregullimin e traktit tuaj digjesiv. Nëse keni vështirësi të mëdha me jashtëqitjen, kjo është një mënyrë shumë e mirë për të përmirësuar shëndetin e zorrëve dhe për të rregulluar punën e tyre. Pirja e ujit me limon do të pastrojë të gjithë trupin nga mbetjet dhe nga toksinat e ndryshme, duke i siguruar kështu zorrës suaj një mbrojtje më të mirë dhe duke evituar kështu edhe komplikacionet e saj. Uji me limon është një përzgjedhje shumë e mirë edhe për të larguar helmet edhe problemet e toksinave të rënda nga organizmi juaj. Kur dilni jashtë, është gjithashtu një problem i madh edhe për shkak të ushqyesve të dëmshëm që konsumoni. Sa më shumë ujë të pini, aq më i pastër do të jetë organizmi juaj, edhe një mënyrë për të marrë këto përfitime është edhe konsumi i ujit me limon, që do të përkthehet gjithashtu në një zgjedhje të parë ushqyese në dobi të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Shtimi i ujit me limon në menun tuaj ditore do të përkthehet gjithashtu edhe në një mbrojtje më të mirë për shëndetin tuaj. Një nga arsyet pse njerëzit ndjejnë dhimbje koke është se ata nuk pinë mjaftueshëm ujë në ditë. Dehidratimi është një nga shkaqet kryesore të këtyre shqetësimeve, dhe mënyra më e mirë për të mbajtur larg dhimbjet e kokës është uji me limon. Uji me limon është një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese për të përmirësuar shëndetin tuaj dhe gjithashtu edhe për të evituar dhimbjet e forta të kokës. Kjo është një alternativë shumë e mirë ushqyese në dobi të organizmit dhe mund të mbajë larg komplikacionet e tij. Uji me limon do të riekuilibrojë gjithashtu shëndetin tuaj dhe do ta bëjë lëkurën më të bukur. Uji esëll me limon ju ndihmon për të pasur një lëkurë më të bukur, falë vitaminës C që përmban limoni që lufton gjithashtu edhe shenjat e ndryshme të moshës. Uji me limon është një përzgjedhje fantastike për të rihidratuar lëkurën tuaj dhe për të evituar gjithashtu edhe problemet e saj. Uji esëll me limon hidraton organizmin, sistemin limfatik dhe është një mënyrë shumë e mirë për të hidratuar trupin në mënyrë që të mos vuani gjithashtu nga shqetësimet e kapslëkut edhe të krijoni probleme të theksuara me tretjen tuaj. Uji gjithashtu është përgjegjës edhe për sistemin tuaj limfatik, duke dhënë rezultate mjaft të mira ushqyese në dobi të organizmit dhe duke mbajtur larg komplikacionet e tij. Sa më të pasur ta keni dietën me lëngje, aq më pak probleme do të keni me sistemin tuaj tretës dhe një hidratim i mirë i organizmit do të thotë edhe një shëndet më i fortë. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.